3 vite më parë, artisti Bledar Çakalli do të pikturonte në murin e urës që lidh dy lagjet e qytetit të Bulqizës portrete e ngjarjeve më rëndësi historike të vendit tonë. Mes veprave të realizuara nga artisti ishte Eksodi Çam 1944-45, portreti i Skënderbeut, i Elezi Sufit e figura të tjera të shquara të krahinës. Por kohë të fundit, disa nga këto vepra po zhduken, jo për shkak të cilësisë së punimit, por për mungesë e kanaleve kulluese mbi ur. Siç duket nga pamjet, të gjithë urat e shiut që vijnë nga lagja e re e qytetit të Bulqizës shkarkohen mbi këto grafika artistike, të cilat gradualisht po i zhduken. Qytetarët kërkojnë më shumë përgjegjësi nga pushteti vendor, i cili nuk ka paguar asgjë për to, por të paktën ti mirëmbaj. Bashkia, do të bëhet bashkia me rregulluar. Artisti Bledar Çakalli njihet për shumë murale të tilla, të cilat i ka bërë thuajse në çdo qytet të Shqipërisë, vepra të cilat mbeten në memorien e çdo udhëtari që i sheh.